Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Edhe këtë edicion këtu nga Gjermania do sjell një personazh të spikatur nga komuniteti shqiptar. Është e njohur në fushën sociale, në kontributin e saj edhe në shoqatat adetare këtu në Gjermani. Në fakt, profili i saj është shumë dimensional. Bëhet fjalë për Gjulie Lecaj. Përshëndetje dhe mirë se vini në studio të Origjina Show. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Pyetja e parë që ka të bëjë me të gjithë mysafirët ka të bëjë me origjinën, për të justifikuar sadopak edhe emrin e këtij formati televiziv, Origjina juaj. Unë vi nga Prizreni, nga qyteti i bukur, nga krye qyteti historik i Kosovës, me thonë nga Prizreni. Në Gjermani jam që nga viti 1987. Çfarë ju ka motivuar që ju të përfshiheni në aktivitetet sociale dhe ato humanitare? Duke patë nevojshme se komuniteti ynë ka nevojë për informata cilat atyne ju shërbejnë për jetën e përditshme, kam menduar se duhet baj edhe unë diçka, pasi që mu dha mundësia që të bi në kontakt me njerëz të cilët, me njerëz dhe me organizatat cilat kanë mundësi të ndihmojnë popullit tim. Në çfarë forme erdhët deri ty ky kontakt? Si ishte nisja juaj e jetës këtu në Gjermani? Ku filluat për herë të parë hapin tuaj të parë? Hapin tim të parë e kam fillu në zyrën e lidhjes demokratike të Kosovës në Stuttgart. Okay. Aty kam shku, jam paraqit, kam pyet se a kanë nevojë diçka të ju ndihmoj, kështu që me propozimin e një zotriu aty që ishte, është Zymer Lulaj, ishte Hafiz Gagica, edhe Sali Çeku. Edhe Zymer Lulaj më tha, ke dëshirë të punosh? Thash po. Pasi që u prezentova unë se çka kam ba në Kosovë dhe çka mundem gjitha mi ba, a im propozoj, tha në rregull, atëherë ne do shohim se ka këtu një mundësi me një agjencion turistik. Faktikisht ishte agjencioni Palerm Macedonia në atë kohë, edhe Croatia Airlines. Edhe për shkak të njohjes së gjuhëve, se unë e njihja ose njoh akoma dhe gjuhën kroate, gjuhën tyrke, gjuhën shqipe, gjermanishten, e kisha zotruar mirë, edhe kështu që tha se kanë nevojë shumë shqiptar, lajmërohen këto zyra për një kuadër si ti, po. Edhe kështu filloj. Edhe aty në fillova. Edhe e mirës ka qenë se këto agjensinë atko kanë luajtur një rol të një zyre ndërlidhje, apo jo, ku janë takuar shumë bashkëdetar për nevoja të ndryshme, jo vetëm për çështje udhëtimi, por për gjëra shumë komplekse. Po. Momentin që kanë kuptuar për shembull këtë zyre është edhe një shqiptare, atëherë nuk kanë hezituar që të vinë edhe t'i bëjnë edhe rezervime, të vinë me gratë, me fëmijët e tyne, po edhe normal që ta nuk e kanë ditë se çka di unë të gjitha gjanat, po unë e kisha mundësinë që të marr informata tjera edhe të muj edhe atyne t'ju ndihmoj edhe për çështjet e tyre, për çështjen e strehimit, për çështjen e rregullime të dokumentacioneve të ndryshme, kështu që ashtu edhe fillova. Një gjatë që është shumë e rëndësishme e cek se po mos kishin qenë edhe vullnet mirë, edhe punëdhënësit e mi, që më thonë, mos ta kesha unë aty vetëm rolin e asaj zoje që i bën rezervimet edhe i shet biletat, po edhe dikuj që ka mundësi të jep këshilla, unë s'kisha pas mundësi të mri ndoshta këtu ku jam tash. Ku ke bërë gjithë këtë aktivitet. Po. Kur jemi te aktivitetet, si e përshkruani misionin tuaj personal me punën me komunitetin? Qoftë në dimensionin humanitar, qoftë atë social, qoftë në çështjen e tyre të integrimive, cilat kanë qenë sfidat e kësaj periudhe? Ka qenë një periudhë jo fort e këndshme për komunitetin tonë. Ka qenë një periudhë kohore kur Stuttgarti ka qenë i stërmbushur, se ka pas shumë njerëz të cilët kanë ardhur nga Kosova, jo nga dëshira, kuptohet, por
nga rrethanat të cilat në atë kohë ishin, sidomos në vitet 98, 99, ishte një kohë kur me dashje apo pa dashje është dash dikush që ti udhëzoj, ti afroj, po, edhe kështu që unë isha, mos them, në kohën e duhur, në vendin e duhur, që e kam pas atë mundësi të organizoj mendimin, prap po them, të zyrës lidhjes demokratike të Kosovës në Stuttgart, që e ka pas një funksion për mu ma tepër, mu më ka interesu ma tepër pjesa sociale, se pjesa oficial as nuk ka qenë e lejushme të bëhet politik në një vend si që ishtë këtu demokratik, por nuk ishte zyra, nuk e kishte funksionin politik në mënyrë oficiale. Kështu që, më thonë, të gjitha organizimet, protestat e ndryshme, janë ba pikrisht nga ajo zyre. Sa ka ndikuar kjo puna juaj në këto aktivitete, në këto angazhime, pra në shërbimet të ndryshme sociale, juridike, në formimin e mëdhonshëm tuaj në profesional? Po tash se këtu ishte vetëm fillimi. Në këto agjensionet ku unë punoja, e pash vetën se me të vërtet unë veç e kisha ndru rolin, mo nuk e kisha atë rolin vetëm të një, mos them shqitse, por të një punëtore të një organizate, po të agjensioni turistik, edhe pyeta vetën, thash mirë, po tash unë deri kur kështu. Fatkeqësisht filloi lufta në Kosovë, agjensionet turistike nuk kishin funksion se u ndërprejnë të gjitha fluturimet, nuk ishte fluturime, kënej kisha informata se vetëm kishin fillu organizatat e ndryshme këtu, Diakonia, Karitasi, tu u marrë me njerëz të cilët ishin zhvendos prej Kosove në Shkup, në Maqedoni, në Shqipëri, pra në vendet të ndryshme, po. Në vendet të ndryshme, edhe thashe, unë këtu tash çfarë të bëj? Kështu që u drejtova direkt se te kisha protestante, te Diakonia, aty kisha vetëm kontakte paraprake, dhe u drejtova aty dhe thash, okay, ju nëse ju jeni të bo diçka për popullin tim, edhe unë dua diçka, unë dua të vi, edhe t'ju ndihmoj. Juve, që ju me mujt me krye misionin e juj sa ma mirë. Pra u përfshit në këtë projekte? Unë faktikisht vetëm u ofrova njëherë, edhe më thanë nuk ka problem, do më thanë mundësia e parë që do t'ipët, ne do të lajmërohemi. Kështu që ashtu kam filluar, më thanë njëherë me refugjatët të cilat janë gjindë në Shkup, në Gostivar, në Strug, ky ka qenë njëherë misioni im, si përkthyse, në Diakoni, edhe pasi që u kry, ky mos them jo projekt, po ky ishte fillimi, edhe u vendos. Sa është e ndjeshme kjo pjesë e historisë tënde të aktiviteteve tuaja? Sa i kujton, sa kalon gjurmë? Mund të them, kalon edhe gjurmë të mira, shumë gjurmë të mira, se më shëdon mundësia. Mendoj që çdo njëri prej nesh kishte qenë i lumtur kur kishte me pas mundësinë që me dhanë kontributin e vet. Edhe mu dha ajo mundësi që unë t'i ndihmoj popullit tim, por edhe mi hapi dyert pastaj. Pasi u kry kjo punë, e gjithë atër mu hapën mu dyert tjera që une në tjera mënyrë. Pra krijove një përvojë, një bagazh në momentet më kritike, në momente krizash, ku shumë sy kishin një adresë shprese për të përmirësuar një situatë qoftë edhe momentale. Ajo ishte Gjulia në mesin e të huajve në një mision humanitar, apo? Dhe më vonë kjo krijove një bagazh si një koordinatore më pas edhe të projekteve humanitare për kthimin
të refugjatëve nga Gjermania në Kosovë. Është kjo edhe një histori tepër interesante. Kjo është një histori pas asaj pjese kur i kam pas projektet me njëherë pas lufte, më thonë kanë qenë projekte për rindërtim edhe kam pas projekte emergjente. Nuk kanë qenë projekte të cilat gjatë janë planifiku, por kanë qenë projekte emergjente. Kështu që me njëherë me mundësinë e parë që u bë kthimi i refugjatëve nga Shkupi, faktikisht Stankovci, që u kthyn, ishte fjala që tash çka mundet të bëhet në vend. Unë në atë kohë isha studente dhe më thonë këtë pjesën e parë, misionin e parë e kreva, por tash u desht me vazhdu me studime. Ishte në pyetje projektet pra emergjente, ku prapë me këta zotrit cilët më kanë financu për studimet e mia, ju thash në rregull, a ka ndonjë mundësi që këto projekte cilët ju tash i parashifni poshtë në Kosovë, se ti bani që të mirë mune me to, por që kënej mos të humbi kohën në studime. Kështu që mu dha jo mundësi që pjesën punës time të më pranohet si pjesë e praktikës gjatë studimit, edhe pastaj të filloj me pjesën tjetër të studimeve. Pra me pjesën teorike. Me pjesën teorike. Dhe, më thonë, kam punu atër në 2 fshatra, në Jeshkov edhe në Krushet të Vogël. Këto projekte nuk kishin me pas, me thonë ashtu të vërtetën, sukses asnjëherë, po mos t'ishte bashkëpunu me shoqatat humanitare vendase. Me thonë, ne kemi punu me shoqatën të Nën Terezës, edhe në kohën kur i kishim projektet në Maqedoni, që ato projekte ma tepër kanë qenë projekte humanitare në ushqim, veshëmbathje, po jo vetëm në ushqim edhe veshëmbathje, po ishin edhe në pjesën tjetër, në një pjesë kulturore. Për shembull, ka pas një projekt se po hiki prej një... Po, sepse ka shumë dinamik ngjarjesh në të njëjtën periudhë, po. Kur është përgatitur edhe një dramë për fëmijë të refugjat në Struk, në regjinë e Isa Qosjes, kanë qenë në faktik po thash në Struk, për fëmijët që edhe për ta të bëhet diçka, do të thonë se aktorët kanë qenë shumica që janë vendosur në Struk, edhe atë pjesë e ka financuar, më thonë, diakonia. Kështu që në Kosovë, më thonë, kanë qenë projektet mas pari që tash ndërtimi i shtëpive në Krushet të Vogël, ndërtimi i 30 shtëpive për të vejat, edhe në Jeshkov. Tash nuk është bo për zgjedhja nga ana jonë, se unë faktikisht e përfaqësoja diakonin, por në bashkëpunim me shoqatën e Nën Terezës, ata neve na e kanë propozu, shembull ku ka pas ma tepër dame, ata na kanë orientu se... Pra, ju kanë adresuar. Më intereson të di për te, do më thënë, gjithë këtyre aktiviteteve, natyrisht, Gjulie, nuk e qenë thjesht një koordinatore, një administratore, ke qenë pjesë ati kombi të vuajtur, se sa po dal nga lufta, të cilët në fakt ishin në kthim të jetës, të perspektivës së tyre, të ditëve të para të lirisë. Më intereson të di edhe në pjesën tënde emocionale të përjetimit, edhe atë të rrafshit humanitar, por edhe atë, do thoja, të një inkurajimi për ata njerëz për të ardhmen e tyre. Populli e kupton arsyen, populli e kupton edhe në ato rrethana, se nuk ishin as pak të mira për ata njerëz, e kuptojnë qëllimin, cili është qëllimi që ti peban atë gjë. Edhe ajo reflektohet. Ndoshta edhe ata e kanë vrejt që unë jam gëzu çdo pjesë që është ndërtu, çdo tull që është vu, jam gëzu bashkë me ta. Njësoj si ta. Njësoj si ta. Po edhe kam vujt bashkë me ta. Se nuk ka qenë vetëm qëllimi im, unë e koordinatore e projekteve, se unë kam ardhë prej një drejtimi krejt tjetër, edhe tashme u marrë me ndërtim, po fati
i kritë kësaj na ka qenë se para se me ardhur në Gjermani, më thonë kam punu në organizatën ndërtimore Rami Sadiku në Prizren, në administratë. Dhe ke pasur informacione bazike? Kam pas informacione bazike edhe vetë forma se si e kemi organizu në këtu, se mas pari ishte projekti ideor, me mendu se si edhe për atë kohë kaq shkurt që me mujtaj mu realizu, edhe një prej qëllimeve ishte që organizatave ndërtimore, vendase, se ato veç ishin pa punë. Punëtorët nuk ishin marrë ma as pagas, absolut. Ishte qëllimi që çka të bëjmë ne që pak edhe ekonominë e vendit. Pra të reaktivizosh. Të reaktivizojmë. Atër nuk them që krejt ka qenë vetëm ideti mia. Unë i kam pas lidhje që kam mujtë mi realizu, bashkë me një zotëri që duhet ja përmend emrin, është Johannes Flotov, që ai në atë kohë ishte, më thonë, punonte në administrat të shërbimit për migracion në diakoni. Edhe gjitha këto projekte, do me thonë, iniciativa është marrë prej anës ti. Edhe pastaj, bashkë me mu, i kemi realizu, po a i kam betë në Gjermani, unë e kam vazhdu deri kur jam përfundu projektet, kam qëndru në Kosovë. Do vazhdojmë të qëndrojmë sërish së bashku, sepse do kalojmë në një pauzë publicitare. Ti ndjekim së bashku. Rikthehemi në studio të dashur teleshikues me pjesën tjetër të bisedës sonë. E nderuar Gjulie, më duhet të di, jo vetëm unë, por edhe teleshikuesit, për një pjesë të rëndësishme të aktivitetit tënd, do thoya shumë të çmuar, për inkurajimin, mbështetjen dhe kthimin e refugjatëve shqiptar nga Gjermania në Kosovë. Cili ka qenë roli juaj? Po,
ishte një projekt i diakonisë që u parapat ju ndihmohet gjithë atyne që në mënyrë vullnetare kthehen për Kosovë. Ishte fakt se gjithë ata që kishin ardhur këtu, me thonë refugjatët, cilët ishin refugjatët e kontingenteve, që i kishin pru prej kampeve të ndryshme këtu, sigurisht se gjithë donin të ktheheshin. Por ishte një fakt tjetër, se ishte e njoftun gjithë shtëpit, cilat ishin të rënuara, ishin rindërtuar për ata personat cilët kishin qëndru në Kosovë. Do me thonë, këta të cilët kishin ardhë, ose që nuk kanë qenë aty, nuk kanë hy në projekte. Kështu që prap tu falemderu, mos them përvojës time atje që unë e pash se në vend paraprake, edhe e diskutuam këtu prap kur ishim në mendime se çfarë projekte shtash do të ishin të rëndësishme për në Kosovë, thash çfarë do të bëhet me këta njerëz cilët kanë dëshirë të kthehen, por këtyne shtëpit nuk janë ndërtu. Kështu që atër diakonia, se diakonia është ndame, diakonia e Vytenbergut, Vytenberg edhe Badenit. Këto tashti u bashkuan për një projekt përbashkët, edhe thanë, po bëjmë ashtu që do të bëjmë një model shtëpie për gjithë ata që dëshirojnë të kthehen, jo shtëpi të mëdhaja, do me thonë ata të cilët i kanë vendin në përfshatra, një shtëpi e diakonisë, me 2 dhoma, banjo, korridor. Por gjithë ata që kthehen në mënyrë vullnetare. Kështu që edhe aty u përfshina në këtë projekt, do me thonë si projekt ideor, edhe u parashtron të pyetja se tash kush do t'i udhëheq atje projektet. Kështu që koordinimin e këtij projektit, me thonë si ide dhe përgatitje, deri në realizim, implementim, e kam bë unë. Edhe monitorimin e kam bë unë. Pra projekte komplekse, jo të leta për to. Jo, sidomos ky ka qenë shumë projekt i madh, se këtu kanë qenë mbi 70 shtëpi. 70 shtëpi, ka pas njerëz që kanë bë kërkesa, ose familje që janë bë kërkesa, o dashtë mu bë verifikimi në vend. Do me thonë atër në vend, e këto shtëpi kanë qenë të shpërndara në gjithë Kosovën. Nuk kanë qenë vetëm me një region, ishte diçka tjetër, po ky projekti që e kisha unë, Prizren, me thonë rrethin e Prizrenit, 2 fshatra, ajo ishte shumë ma e thjesht, ma e letë. Por gjitha fshatrat e shpërndame, kështu që atër është dasht me gjetë një staf tjetër që do ta punon të këtë projekt, edhe kështu që u vendosëm që me marrë indjeri Burim, Fatos Kastrati, a i ka qenë atër koordinator i këti projekti, zbashku jashtë leju ati që aj me e zgjedhë, se mos i përmendi emrat, se edhe nuk i kam të gjitha emrat e freskë tash në kokë. Kështu që është punu me modelin e shtëpive, shtëpisë diakonisë, mbi 70 shtëpi. Mbi 70 shtëpi. 70 shtëpi, por ka qenë krejt një form tjetër e punës, do me thonë nuk ka qenë mos i aj projekti emergjent, se kjo është planifiku. Do me thonë njerës kanë pas mundësi... Pak ma afat gjatë. Po, ma afat gjatë, edhe kanë pas mundësi, do me thonë ka qenë një form krejt tjetër, jo si ai parë emergjent që odashtë vetë mu për kujdes, për material, për gjdo gja, materiali, do me thonë ato projektet emergjente kanë ardhur krejt prej Macedonisë, edhe ajo asnjëherë s'kishte pas mundësi mu realizu, po mos t'i kishim pas prap njerëz të aty që kanë punu bashkë, ose që kemi bashkë punu. Prap më duhet ta përmend, është zotri Jashar Polozhani, ai ka qenë edhe është akoma më këtë kryetar i shoqatës Nën Tereza Strugës, me thonë gjithë materiali që është ble, se në atë kohë nuk kishte në Kosovë s'ke mujt asgjë me ble, gjithë materiali për ndërtimin e 30 shtëpive në Krushet Vogël edhe 20 në Jeshkov, ka ardhur prej Maqedonisë. Kurse ky projekti pastaj që e kishim për refugjatët, aty për fat ne nuk kemi pas më të bëjmë me material, kemi pas njerëz të ekspertat që janë marrë me ato gjana, po të kvalifikuar, po edhe forma e punës ka qenë ndryshe. Do të thonë ka qenë me faza. Faza e parë vetëm temeli, do të thonë
vetë pronartë aty në shtëpive, kanë qenë të obliguar me gjetë punëtorët me gjetë, ata i kanë marrë vetëm në formë materiale, dhe më thonë i kanë marrë prej nesht hollat, që kanë qenë caktume për 3 faza. Faza e parë temeli, e dyta godidejnë kulmë, pastaj përfundimtarja, edhe gjithmonë kur e kanë dëshmu se është kry pjesa e parë, me foto me sen, atër kanë marrë pjesën e dytë, tretën, kështu që jeshtë mundësu, do me thonë, 70 familjeve të kthehen, që mos tjenë jashtë, të kenë kulmë mbi kokë. E nderuar në këtë kontribut të çmuar, si shmosuam nga rrëfimi juaj në projektin tënd të parë, ishin afër 50 shtëpi, 30 plus 20 në 2 fshatra, dhe 70 të tjera, mbi 70 të tjera në projektin e dytë, dhe më thënë i bie gjithsejte 120 shtëpi, apo jo, në 2 projekte. Dhe me që koha e refugjatëve për ne shqiptarët famirësisht mund të them se ka perënduar, dhe nuk përballemi me kësi situata dhe uroj që kur mos të ballafaqohemi, por kjo nuk do thotë që këto situata mos të jenë në pika të ndryshme të globit. Gjithmonë ka refugjat. Nga këto përvoja, do na tregosh si mund të ndihmojnë më mirë refugjatët? Refugjatët, gjithmonë parashtrohet pyetja sa gjatë do të jenë refugjat. Okej. Edhe asnjëherë nuk dihet se sa kanë me qenë, sa gjatë kanë me qenë refugjat. Po të është në atë formë, për shembull, nuk them që edhe është ditë edhe në atë kohë se sa gjatë kanë me qëndru këtu shqiptarët edhe. Sa do t'jetë jo. Me thonë, në momentin që janë këtu, duhen të bëjnë çmos sikur se kanë me mbetë gjithmonë këtu. Ai trajtim duhet jetë. Ai trajtim duhet jetë. Po. Kuptohet ajo shpresa shpirtënore që duhet kthehen, do të kthehen, se shumica janë kthy, po ka edhe prej atyne që nuk janë kthy, kanë mbet këtu. Edhe po mos t'ishin trajtu ata që në atë kohë edhe nuk ka pas mundësi ata të trajton, tash po flas për refugjatët e luftës tonë, edhe pse është shumë gjatë, ka qenë ajo kohë, ata nuk kanë pas mundësi as mësimi gjuhës, ta mësojnë gjuhën gjermane, kanë fjalën, fëmijët, më thonë se nuk o di, tash i kanë krejt kushte tjera, tash është krejt ma ndryshe organizume. Pra ndryshojnë rrënjësisht, do thoja, refugjatët e luftës me refugjatët ekonomik, apo jo? Ashtu është, me refugjatët ekonomik, mos them, në Evropas nuk i lejohet, nuk i ipët mundësi e qëndrimit këtu. Po flas në periudhën kur ke qenë aktive, do më thënë angazhimi juaj me refugjat. Por një refugjat i luftës me atë ekonomik dallon, do thoja, rrënjësisht. Sepse ai që vjen nga lufta, vjen me trauma. Vjen me trauma që lën vrag dhe gjurmë në jetën e tij, apo në jetën kolektive, do thoja. Ju jeni marrë me këto persona, çfarë keni mësuar nga puna me këto persona, me këtë kategori? Fillimisht nuk ishte e thjeshtë as për mu t'i kuptoj, ta kuptoj sjelljen e tyre, t'i kuptoj botkuptimet e tyre. Më thënë, krejt në fillim e kam pas edhe unë vetë shumë të vështirë, se nuk e kam njoftë ndoshta nga leximet, shumë pak është diçka tjetër është vetëm prej teorisë. Kesh njohuri, tjetër është nëse je direkt e ballafaqume me ta. Unë e kam pas edhe një mundësi tjetër që jam marrë me përkthime, edhe me përkthime pastaj në terapi, gjatë terapisë që është bë me të traumatizuarit e luftës. Faktikisht traumatizuarit nga dhuna. Torturat që nuk që ka qenë gjithmonë torturat nga lufta, por dhunimet e ndryshme, po, që janë... Pra, persona të traumatizuar, shkurte e shqip që i thënë një fjale, situata të cilat në fakt i vuan njerëzit për një kohë të gjatë. Personi traumatizuar është
person i lënduar. Person i lënduar me një traum është një plagë. Një plagë, po jo një plagë e cila shifet, një plagë fizike, por është një plagë e shpirtit tyre, që është shkaktu ose direkt ta, ose ata derisa kanë qenë dëshmitar që dikush tjetër nga familja e tyne, ose edhe që nuk kanë qenë familjar, po dikush i panjohur, që ka përjetu ndoj dhunë. Kështu që me këta persona nuk është e thjesht me punu, nëse nuk ke njohuri paraprake. Pse? Jo që ata mu më damtojnë, ose e damtojnë atë person kush punon me ta, por është e vështirë që ai person që punon me ta, nëse nuk ka njohuri, nuk e kupton atë që ai nuk e ban atë sjellje ti, pse për shkaqe personale. Po, personale, që ti automatikisht e merr. Pse unë çfarë po bëj për te, po ky as nuk po gëzohet, as po thot faleminderit, as nuk, më thon ke probleme vetën tënde. E kështu që kur e njeh problematikën se si është, si ka ardhur deri te ajo që ai tjetë ashtu, atëherë ke edhe tjetër kuptim për te, edhe tjetër qasje, edhe ati ja bën pak më të lehtë. Duke folur me kaq për kushtim dhe në kaq detaje, domethënë hollësitë e një aktiviteti tënd, do të thoja profesional, më lim pyetja si ka gjetë Gjulia kohë të përfshihet edhe në shumë aktivitete të tjera, për shembull në protesta, në aktivitetet adetare, të shohim kudo, ngado, cili ka qenë roli juaj në fakt? Unë mendoj se është dashuria për njerëz. Është dashuria për me pa dikon tjetër që e ka mirë. Edhe nëse e bashkëndjen edhe dhimbjen e dikuj tjetër, që ajo është ajo njerëzorja që neve na karakterizon si njerëz prej qenieve tjera, që e bashkëndjejmë, atëherë nuk më merr mendja se ndoshta edhe dikush tjetër që do të ishte në vendin tim, edhe kishte me pas atë mundësi, nuk do ta kishte bërë të njëjtën gjë. Sa e kanë patur këtë mundësi, si që keni patur ju edhe gratë të tjera shqiptare këtu në Stuttgart, dhe sa është e rëndësishme përfshirja e grave në këto zhvillime? Fatkeqësisht, në kohën, po flas për atë kohë kur unë kam qenë, kur jam marrë me këto aktivitete, to gra nuk kanë pas shumë mundësi me ba. Edhe pse çdo njana ka pas potencial. Çdo njana, se nuk ka edhe personalisht kam bisedu me to, por është diçka tjetër, forma ose arsyeja pse ato kanë ardhur këtu. Kanë lënë një familje, kryesisht kanë qenë familjet gra të familjeve të mëdhaja. Më thonë, edhe ata persona këtu që kanë qenë familjen e ngushtë që e kanë pru, gjithmonë është dashur me u përkujdes për pjesën tjetër të familjarëve që i kanë lënë në Kosovë. E ajo ju merr edhe kohë, edhe forcën e tyre, kështu që shumica edhe pse kanë desht me bën, nuk kanë pas mundësi, se kanë pas përgjegjësi tjera që është dashur me i realizu pa prezencën e tyre në Kosovë. E si i kanë bërë ato gjëra? Ndoshta këtu ato pak ndihma që i kanë marrë edhe prej qytetit, prej shtetit, kanë pa me i kursy, sa ma pak ndoshta fëmijëve vetë ju kanë dhënë me ngran, që me mujt me u çu atje familjes. Kurse unë nuk e kam pasat fatkeqësi, kështu që kam mujt me krejt qenien time me u përkushtu për gjanat që edhe mu kanë bërë kënaqësi. Po, në të njëjtën kohë ti ke patur edhe një avantazh sepse studiove edhe në Akademinë për Punë Sociale këtu në Stuttgart. Sa ju ka ndihmuar më pas në aktivitetin apo në karrierën tuaj? Kjo gjë më ka ndihmuar shumë, edhe pse edhe kjo nuk ka qenë rastësisht e vendosur. Si e thash edhe në fillim, unë jam marrë me çështje sociale, kam bërë punë një punëtorit social, përderisa kam punu në agjencion turistik. Edhe dikur parashtrova edhe dikur thash mirë, unë këtë gjë po e bëj jo në mënyrë profesionale. Edhe pse ëndra ime ishte gjithmonë
që t'i vazhdoj studimet këtu, se i kisha ndërprej studimet e juridikut në Kosovë, në Prishtinë, në 81-shin. Dihet se çfarë kushte ka qenë, s'po them që për mu kanë qenë më të vështirat se shumica e gjeneratës time, edhe pse themi që ka qenë një gjenerate e artë, po një gjenerate edhe pak e mallkuar. Ne në kohën time 3 vjet s'kemi pas të drejt 3 medalë me sheticë bashku, me thonë asi presioni kemi pas, po ka shumë prej gjeneratës time të gjimnazit cilët i kanë vazhdu, janë prokuror, mjek të njohur të gjeneratës time, unë i ndërpreva studimet atje, kështu që gjithmonë kam kërku këtu një mundësi si do t'i vazhdoj studimet, çka do të bëj. Me thonë, ky juridiku nuk nuk ishte e mundun që unë këtu të vazhdoj me juridikun, kështu që thash, okay, atër po shoh unë çka mundem me ba këtu, me krejt këtë njohuri që e fitova këtu, deri tash kam bëj jo mënyrë profesionale, tash shoh ta bëj mënyrë profesionale. Kështu që mu dha kjo mundësi. Dhe kjo është një avantazh i madh, besoj. Po, nuk i për çdo kujt, sidomos për mu nuk ishte as pak e thjeshtë, faktikisht pas 25 vitesh tulem prap në amfiteatër me studentat, ose mos them tash sa kishin dalë prej bankave shkollore 18 vjeçart, edhe t'jem studente e rregull, se nuk kam qenë studente me korrespondencë, nuk ka mundësi ky lloj studimeve të bëhet në atë formë, tash më duket ka, po në atë kohën time nuk kishte mundësi. Kështu që mu dha mundësia, më financoj diakonia për studimet e mia, edhe kështu që na fat saktum i kreva studimet, pastaj Edhe e ke shfrytzuar atë deri tani në mënyrën maksimaliste, do thoja. Po, shumë të beneficuar, si thuhet, një në dy. Por më zhdon edhe mundësia. Më zhdon mundësia, nuk mundem me thonë që çdo gjë e kuptoj. E kam ba unë vetë, çdo gjë, por më zhdon mundësia dhe kam shfrytzuar rastin. Më pëlqeu kjo ku the jo vetëm vetë. Dhe ku je vetëm vetë, nënkuptohet minjëherë komuniteti. Sa e kënaqur me zhvillimet e komunitetit shqiptar këtu në Gjermani? Po, në veçanti në Stuttgart. Jam shumë e kënaqur. Okay. Tu marr parasysh, shembull ndoshta kohën time, kur unë kam ardhur këtu, sa ka qenë e vështirë, mos them pozicioni më i lartë i intelektuali ka qenë agjensioni turistik. Po. Se vetë mja zyrë, punë në zyrë. Zyrë, merë me men. Kurse tani nuk ka, mos them më kolegë, unë e kam, nuk ka vend, nuk ka institucion, nuk ka end ku shkon, edhe nuk të flet dikush shqip, ose mbijemni, ose thuhe, shqiptar, po edhe unë jam shqiptar. Edhe kjo është me të vërtet, është kënaqësi. Që janë integruar mjaft mirë, po, janë shkolluar. Janë shkollu, kemi mjek, kemi inxhiniera, kemi pedagog social, mësues, arsimtar. Kjo është me të vërtet, është kënaqësi. Është kënaqësi të shohësh në fakt bashkëdhetarët tanë të integruar mirë. Sipas jush, janë këto në një farë mënyrë edhe një urë e fuqishme e lidhjes së kulturave ndërmjet popujve, pikërisht emigrantët e mirë integruar në institucionet, qoftë në arsim, në art, në kulturë, në politik, e në shumë instanca të tjera. Janë këto ambasadorë një farë mënyre që vetë lokalet, në këtë rast gjermanët, të njohin shqiptarët nëpërmjet punës së tyre, aktivitetit, aftësive që kanë. Unë kam shumë përvojë të mirë në këtë drejtim. Nuk ka, thash se kam shumë punë me institucione të ndryshme, edhe prej vetë punës cilën unë e baj, më thanë përkrahje socialo-pedagogjike në familje, tash unë edhe unë për thëmë vetës, si një migrante, që kuptot, unë nuk kam lind, nuk jam rrit këtu, nuk e kam djek sistemin shkollor, fillestar, shkollën e mesme, gjitha këtu, edhe tash më thonë, unë baj përkrahje, ose edukim, ose ndim, socialo-pedagogjike, edhe me një familje gjermane, se nuk vetëm për pjesën që mirëm me migranta, ajo është pjesë
për shka jam e specializuar, mos të ndoshta edhe për shkak të njohjes kulturës edhe gjuhëve që flitën në Ballkan. Edhe kjo që ka interesant edhe për gjermanët, ë? Po, sidomos. Po, edhe pse them ndoshta në takimin e parë ata më një herë vren mas pari nga emri edhe mbiemri që nuk jam gjermane. Edhe pse kështu nga pamja nuk dallosh. Po, kur shohin një herë nuk mendojnë, po mandej nga emri, mbiemri, nga theksi, thash se unë nuk i kam vazhdu, ose nuk i kam djek prej fillimit këtu shkollimin, me siguri se dallohem. Rasti me rastin ndryshojnë, nuk i ngjajnë. Po më intereson të di, rastet që ti merresh me ta të emigrantëve të huaj, por edhe të familjeve gjermane, çfarë dallimesh kanë? Faktikisht nuk kanë dallime, se këto në problematikën që i trajton. Po, se atë që ka baj unë është përkrahje socialo-pedagogjike në familje. është një lloj ndihme që ju afrohet gjitha familjeve. Ju afrohet familjeve migrante dhe ju afrohet edhe familjeve gjermane. është me ligje parapame, më thonë, unë gjithmonë e provoj me spjegu shumë ma thjesht, më pyesin çfarë punë bën ti, okej, unë e mirëm me familjet, mos them, unë e mirëm me prindërit që kanë mosmarrveshje me fëmijët e tyre, po edhe fëmijët që kanë mosmarrveshje me prindërit, mos them probleme, dhe atëherë në mënyrë profesionale, me thonë se ajo vlen për të dy palët është e njëjta, vetëm se është një përparësi për njerëz tanë, tash po them jo gjerman, se ju ndihmon dikush, ose ju ndihmon ju i përkrah dikush që ja njeh edhe kulturën, mentalitetin e tyre. Që ju flet edhe në gjuhën e tyre. Edhe ju flet edhe në gjuhën e tyre, është një afërsi, nuk ka barjera. Edhe është edhe një luks, mos them, është edhe një luks që shteti gjerman ju ofron. Pra, për ti trajtuar këto raste. Po, ju ofron të huajve. Do kalojmë përsëri tek një hapësirë publicitare dhe pastaj kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Ti shikojmë.
Vazhdojmë me tutje. E nderuar, më intereson angazhimi juaj profesional që ka të bëjë me familjet gjermane, por edhe ato të huaja që janë këtu. Në çfarë faze ata kanë nevojë për prezencën tuaj? Në çfarë situatash? Më thonë është në 3 forma ofrohet kjo asistenca ose ky lloj i përkrahjes. Shkon nëpërmes të zyrës ose entit për mbrojtjen e fëmijëve edhe të rive. Ata bëjnë kërkesë vetë? E bëjnë, po, ka 3 forma. Kërkesa e parë, domethënë nëse bëjnë kërkesë vetë, është përfshihet forma e vullnetare, që vetë shohin se ju nevojitet të ndihmë socialo-pedagogjike në familje për shkak ndoshta të konfliktit të gjeneratave, për shkak mosnjohjes së sistemit, tash kam fjalën për migrant, mosnjohjes së sistemit shkollor këtu. Kjo është mënyra vullnetare, po. Mandej është forma tjetër ku dyshohet se ka dhunë në familje ose fëmijët janë të keq trajtuar. Dyshohet, domethënë atë vetëm bëhet hulumtimi se a ka me të vërtet, apo jo, si vije drejt te dyshimi. Vjen njoftimi ose lajmërimi nga fëmijë se ka qenë shumë zhurmë në familje, ose mjeku vren ndonjë hematom të fëmija gjatë kontrollimit, ose në qerdhe, për shkak të sjelljeve të fëmijëve që nuk janë konform moshës tyne, ose në shkollë, do me thonë vjen, edhe atëherë ajo nuk vendos vetë familja, por vendos enti që duhet me dërgu dikon profesional. Pra institucionin ndërhyn. Po, ndërhyn. Edhe pjesa tjetër, pjesa e tretë, ku pa pëlqimin, me thonë të familjes, instalohet kjo lloj përkrahje, nëse vetëm është e verifikume dhuna në familje. Pra në 3 forma. Pra institucioni vendos në mënyrë arbitrare. Duhet institucionit të ndërhyj për të rregulluar klimën e marrëdhënieve në atë familje. Por puna juaj më tepër, me cilën grup mosh ka të bëjë? Me gjeneratën më të moshuar, me prindërit që nuk janë më të aftë të prindërojnë këta fëmijë të cilët merren me teknologjinë, merren me aparatet smartphone e kështu me radhë, apo me fëmijët, me të rit? Prej moshës 0 deri në moshën 18 vjeçare. Dhe cila është më delikate, do më thëmë puna juaj, me këta më të rit apo me gjeneratat e më pashme? Me të rit, nëse janë mbi moshën 18 vjeçare, ata vetë vendosin, a dojnë me pas dikon që kam ju ndihmu në formimin, mos them informimin e tyre e gjitha, kurse deri në moshën 18 vjeçare nuk vendosin fëmijët, por vendosin prindërit, ose si thash, vendos institucioni. Mosha ma delikata është mosha e pubertetit. është ma e ndjeshme. Ajo është ma e ndjeshmja. Është ku duhen me të vërtet shumë përkushtim, shumë durim. Unë gjithmonë të them prindërve duheni të rriteni bashkë me fëmijët e juaj. Mos me mendu se te ju rritja ka përfunduar, po duheni të rriteni me ta. Po ku jemi tek fëmijët, tani do të fokusohemi tek fëmijët shqiptar në Gjermani. Ka shumë iniciativa të bukura, do thoja iniciativa të shenjta, detare, të shumë mësuese, të cilët në mënyrë vullnetar angazhohen për t'ju mësuar gjuhën shqipe fëmijëve të emigrantëve tanë. Ndërto jeni edhe ju që jeni përfshirë në këto iniciativa, do të marrë opinionin tuaj, por para se të marrë këtë opinion, do t'ju bëj një pyetje direkte. Më ka bërë përshtypje fakti që mësuesit në përgjithësi apo mësueset angazhohen vullnetarisht. Por prindërit, do më thonë, hezitojnë ndoshta të japin një 10 apo 15 eurosh, apo edhe 20 eurosh në muaj, për të krijuar një pagë, një rrogë të asaj që kontribuojnë që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe, kulturën shqipe, sepse këto shkolla më kanë pëlqyer shumë, nuk mësohet vetëm gjuha shqipe, po edhe këngë, valle, recitime, janë kudo në për këto organizime të shoqatave.
që në fakt bëjnë punë të dyfisht, do thoje të shkollave artistike, jo vetëm shkollave në gjuhën shqipe. Edhe gjithë ky miraku im, që e bëj edhe me mysafirët e tjerë, ore, po si nuk e kuptojnë këta prindër se duhet të ndihmohen këta, se nëse nuk financohen këta, nuk mund të funksionojnë. Dhe nëse merret një babysitter në shtëpi dhe të kushton vëmendje për fëmijët tuaj 8 orë, atëherë ti duhet ta paguash për punën që bën. Po atëherë këtë profesoresh e cila është babysitter në një farë mënyre, domethënë investon në dijen dhe jo asimilimin e fëmijëve. Pse mos të ndash një 20 euro një paketë cigare në fund të muajit? Ma thuaj ti këtë merak, si të njëjtin merak e kam edhe unë, edhe duke ma parasysh kohën kur mësusat kanë qenë mësusat e gjuhëve antare, që nuk e përmendi me knatësi atë kohë kur janë dërgu mësusat shqiptarë këtu për t'ju mësuar gjuhën shqipe fëmijëve shqiptar. Janë pagu nga shteti. Do me thonë, prej viteve 90, 89, 90, edhe tragedia më e madhe është se akoma vazhdon, do me thonë, edhe pas viteve 89, 90, mësusat, gjithë mësusat kanë punu në baza vullnetare. Unë po flasë për Stuttgartin, nuk e di për vende tjera. Stuttgarti ka qenë i përqendruar, gjithmonë ka pas shumë shqiptar këtu. Edhe në kohën kur unë kam punu në agjensione, me thonë ka pas iniciativa të ndryshme për mësimin e gjuhës shqipe. Unë gjithmonë e kam pas si diçka bazike, shumë të rëndësishme, po ka pas një kohë kur është thënë se jo, fëmijët nuk ka nevojë ta mësojnë gjuhën anëtare, se ata e flasin në shtëpi, duhen ta mësojnë gjuhën gjermane në mënyrë që edhe prindërit të mësojnë gjermanisht prej fëmijëve. Kjo gjithmonë më ka shqetësuar jashtëzakonisht. Është mirë, po në këtë formë po ndrohen rolet. Nuk guxon fëmia me marr rolin e prindit, e prindi rolin e fëmisë. Më thonë, edhe në atë kohë ka pas këto probleme, kurse sot është e vërtetume se baza për njohjen e gjithë gjuhëve tjera është njohja e gjuhës anëtare. Pikërisht, po. Edhe aq pak bëhet në këtë drejtim është e dhimbshme. Në vitin 1998, po, thash ka pas iniciativa private këtu të mësohet gjuha shqipe. Nxënës kishte mjaft. Por nuk kishim kurfar mundësie që për shembull se edhe në për shkolla kishte 2 ose 3 nxënës, kështu që për 2-3 nxënës nuk ishte e mundur që me mbajt një mësues. Edhe unë e marr atëherë një iniciativë me gjitha agjensionet se kish. Thash, pas kohës që kam punu për Croatia Airlines edhe Palerm Macedonian, atëherë veç më filloj me të madhe fillun agjensionet shqiptare dhe atë shumë kishin një prej tyre ku unë kam qenë në Euroko, në Cani kompani, ku edhe aty gjithmonë më zhdon mundësia që të bëj prap këtë pjesën sociale, thash prap me përkrahjen e vetë pronarëve të agjensioneve, se nuk kisha pas mundësi, kështu që bisedova me ta, thash, çfarë ju merr mendja juve që ne, ose unë, ta marr iniciativë që të mbledh nga këto organizatat, se çdo organizatë se prind edhe ka pas shumë, prap po them, refugjat, cilët nuk kanë pas në atë kohë mundësi për me nda mjete për fëmijët e tyre me mësu gjuhën. Kështu që e bam një fond që çdo agjension nga 3 deri në 4 nxënës ti financoj. Sa bukur. Po, por tash ku të mbahet. Kështu që mendoj që unë jam shumë krenare, sidomos në këtë pjesë, më thonë prap me ndihmën e miqve që punonin është Volkshochschule, me thonë shkolla e lartë popullore ose popullit, që ban aftësimet profesionale të rriturve. Me thonë, asnjëherë deri atëherë ata nuk kanë punu me fëmijë. Thonë, e bonëm kërkesën
se prap unë me një grup intelektualesh. Për të shfrytzuar infrastrukturën, apo jo? Po, edhe ata na e lejun që është histori, tash organizojnë edhe për fëmijë, po ka qenë hera e parë që ky institucion ka leju që të mbahet, ne i kemi qujt kurs, se kanë pas konceptin e tyne ata, nuk ke mujt me thonë mësim, po kurs në gjuhën shqipe. Kursi në gjuhën shqipe në tri grupe, do me thonë grupi parë ka qenë parashkollor, grupi parë. Parashkollorët shqip, edhe 2 grupe tjera prej klasës parë dhe në 4-ën edhe prej 5-ës dhe në 8-ën, se për para ashtu ka qenë. Kështu që i banëm 3 grupe, mësus gjetëm për gjuhën shqipet këtyne grupeve, i organizum fëmijët, cilët fëmijë kanë me ardhë, organizum njerës kush kam i pru, se është desh gjithmonë për këto shtëpit të azilantëve, që me i marrë ata fëmijë, me i pru deri të qendër të Stuttgartit, edhe në atë kohë kemi organizu. Por që mjeresht akoma nuk është zgjedh problemi i mësusve që mos me pas nevojë në fundit edhe print me i pagu. Uroj që kjo mos të shkoj në vesh të shurdhër, edhe të ketë një sensibilizim në rreth parë të prindërve që në momentin kur dërgojnë dikur në një aktivitet sportiv, kulturor, artistik, duhet të paguhet të fundit djersa e dikujt. Po, sigurisht. Do më thonë sepse kjo janë normat e kapitalizmit, apo jo. Po. Do të bëj një pyetje për në fund. Me që ke qenë dhe vazhdon të jeshe përfshirë në marrëdhënie të ngushta me institucionet gjermane, miq të shumt, bashkëpunëtor të aktiviteteve humanitare, të rrafshit, të sociale, kështu me radhë. Kur shkon një gjerman për të vizituar Kosovën së bashku me Gjuliën dhe në të njëjtën kohë kur shkon në Shqipëri, të një Shqipëri turistike, çfarë emocione të jep? Mas pari mendoj që edhe ata nuk janë plotësisht të pa informuar. Po ju personalisht ndjeni duke marrë parasysh faktin e gjithë asaj pune kolosale që ke bërë në ndërtimin e shtëpive, në marrëdhënie me njerëz të traumatizuar, të refugjat të ndryshëm dhe tani është koha e turizmit, ka ndryshuar gjithçka, po ndër vite. Nuk ishte më as kohë për emergjenca, as nuk ishte po. Kështu që u organizova mas pari me një formë tjetër, thash si mi sensibilizu gjermanët, mi thonë se edhe ne kemi vlera. Atër me formimin e qendrës kulturore shqiptare në Stuttgart, ku unë jam sekretare, më thonë në vitin 2012, kemi riformuar me një grup intelektualesh këto, mu prej faktit, një për ruajtjen edhe kultivimin kulturës tonë, por jo vetëm, po edhe prezentimin e kulturës tonë. Kështu që ne në këto manifestime, organizime të ndryshme që i kemi jemi përqëndru jo vetëm për komunitetin tonë, po edhe për me prezentu. Pra për të kryuar ura lidhje. Sigurisht, për të kryuar ura, edhe kështu që mos them ai rreth ku unë gjindem edhe gjermanëve ata gati që janë të informuar, kështu që kur kanë mundësi edhe që vinë Kosovë, atër vinë me u vërtetu në atë që ne ju kemi thonë se ne jemi ndoshta pak më ndryshe se si na kam prezentu, nëse ndonjëherë nuk kena prezentu ose s'kemi ditë mu prezentu me vlerat tona kulturore. Ishte kënaqësi që të kisha në këtë edicion Gjulie Lecaj. Shpresoj që të takomi në aktivitete të ndryshme, sepse ne takomi her pas here edhe në aktivitete kulturore këtu të komunitetit shqiptar në Gjermani. Suksesa. Faleminderit. Të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.